Kaluam një kandidat, që unë e quajta maratonik, ndërsa tani shkoj me kandidatin e dytë. Renditni këto detra duke filluar nga veriu në jug. Adriatik, Arabik, Baltik, Egje. Renditja e saktë është Baltik, Adriatik, Egje dhe Arabik. Dhe fitues është Gzim Ramadani, Skënderaj. Bravo Gzim. Bravo Gzim. Gzim, çka jeni profesion ju? Jam dentist. Dentist, po shihet. Dhe më t'inzerni me gishta, po jo, keni gishtin shumë shpejt. Jeni për loj? Kjo është karrige më e nxehtë e dentistit. Me mua në karrigën e nxehtë është Gzim Ramadani, vjen nga Drenica heroike dhe legjendare. Është i martuar, ka një djalë, dhe me profesion është stomatolog. Gzim, ajo karriga e stomatologut është shumë e parehatshme shpesh. Ndërsa kjo karriga ku jeni këtu është më e lehtë se ajo apo jo? Njëherë mirë, po duket. Njëherë mirë. Në këtë rast, kjo është karrige ku nxirrën trut shpesh. Unë duhet ju spjegoj rregullat. Ju keni gjithsejt 15 pyetje. Në pyetjen e 5 është pragu i parë garantuar prej 250 eurove. Pragu i dytë në pyetjen e 10 prej 1750 eurove dhe shuma e shumë kërkuar, e shumë provuar prej 50.000 eurove është në pyetjen e 15. Ju mund të shfrytëzoni edhe 3 ndihmat. Ndihma e parë është telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Topi katastrofik i dëborës që merr përpara gjithçka quhet qostek, ordiner, ortek apo orbitrek. Po, përgjigje ime fundit është 9C. Ortek. Sakt! Pyetja e radhës. Njësia matëse e rezistencës është ham, om apo omlet. Rezistencës elektrike me siguri. Po? Tërë është 9C, pra omi. Omi. Sakt! Për cilën thonë se përsëritet? Matematika, biologjia, anatomia apo historia? Anatomia jo inshallah. Atëherë mendoj se është 9D, historia. Fatkeqësisht për diken përsëritet historia, ju keni dhënë përgjigje të saktë. Mjekimi që zbatohet duke shpuar me gjilpëra të posaçme të sëmurin në pjesë të ndryshme të trupit quhet akuarel, konjunktur, psikoterapi apo akupunktur. Përgjigja e fundit është 9D, akupunktur. Përgjigja juaj e fundit është e saktë. Si quhet heroi që në betejën e Slivovës vdiq duke i vënë gjoksin topit të armikut? Idris Seferi, Mit Sokoli, Qerqiz Topulli apo Col Koka? Përgjigja ime e fundit është në B, Mit Sokoli. Mit Sokoli. Mit Sokoli
E vërtet është. Çka mbetet këtu? Urime. Faleminderit. Micokoli lindi në vitin 1839 në fang të Bujanit Tropojës, ndërsa vdes në 1881, pikërisht në këtë betejë. Pashtu Micokoli ka qenë veprimtar i lidhjes së Prizrenit, apo lidhjes shqiptare të Prizrenit. Si kaluat deri tani? Mirë Shumë shpejt, apo jo? Po mirë. Domethënë, kjo kaloi pa ndonjë injeksion për mpirje të emocioneve. Na trego si thojnë pacientët tuaj kur kanë frikë ose na I thuaj ato thënjet e famshme që janë zakonisht kur ulën. Po normal. Po frigohen, po tutën. kujdes, apo? Kujdes, po ma nxirrni dhëmbin gabimisht, Të shnoshin. si ndodh shpesh. Dhëmbin e shnosh. Ja, nuk e besoj se ndodh. ndodh. Nuk e besoj. Një shoku timi ka ndodh. Për Po njerëz mirë, me herën e 5 ka arritur, domethënë që pas dhëmbit të 5 ka arritur t'ja largoj, domethënë dhëmbin e smur. Jeni për të vazhduar me dhëmbin e 6? Vazhdojmë. Atje. Pyetja e 6 është. Në astronomi, udha e qumshtit është planet, galaktik, komet apo yll? Tash do të ndalemi pak, nuk do të ngujtë. Ndalemi sa të doni. Ma shumë jam për Ben. Planet nuk mund tjetë, as komet. Jeni më shumë për B. Për B në Bashkinë Evropiane apo B? Patjetër. Apo, edhe Bashkinë Edhe Evropiane. aty të shkoj. Mirë po njëherë, do të ndalemi këtu në B. Tërë përgjigjimi e fundit është në B. Udha e qumshtit është galaksia në të cilën gjendet edhe sistemi solar. Është galaktika, sakt. Pyetja e 7. Mbret I cilit popull ishte Attila? Mongolëve, hunëve, tatarëve apo rumunëve? Nuk po më Ku kujtohet. shkelte ai nuk Nuk mbinte binte bari. bari. Është Attila. Jegër, po. Po jo, a jeni guximtar? Pak. Pak? Vini nga Skënderaj, ndoshta nga Prekazi, apo jo? Po. Po. Edhe të jeni pak guximtar? Mos e devalvoni virtytin e parë apo karakteristikën që ka fshati juaj. Faleminderit. Mendoj të shkoj drejt në B. Ju nuk doni të eliminoni dyshimet dhe shkoni drejt për drejt. Po. Përgjigjimi e fundit është në B. Përgjigja juaj e fundit është nën B. E fundit apo? Fund.
jeni sigurt. Jo, thaç po. Hunët Për këtë ishin tjetër. një grup nomad, apo? Që Po. kishin jetuar afër lumit Volga. Pastaj në vitin 370 kishin emigruar në Evropë. Thuhet të jenë turqit e parë që kanë ardhur në Evropë. Dhe ju keni dhënë përgjigje të saktë. Pyetja e 8. Kur ndremjeda te vaj i bilbylit thot, kur qeshet kopshti i dhnim mos mba, çfarë figure letrare ka përdorur? Simbolin, sinekdotën, metaforën apo epitetin? E mira e kësaj loje është që ndihmat për kandidatin nuk kanë afat për të skaduar. Përndryshe, çka po mendoni ju? Më gjithë se shumë me këtu nuk jam i njohur. Për më kësha përdorur një ndihmë tash. Ju kishit përdorur ndihmën që unë do t'ua preferoja 50-50. Pasi ju Atëherë shkoj me 50-50. shkoj me 50-50. Kompjuteri ka mbetur metafora dhe sinekdota. Po këtë ku isha i dyshim. Të dy janë vetëm. Përveç ndihmave që keni, ekziston edhe opsioni i mirë në këto raste, që ju të tërhiqeni. Ta përdorë ndihmën e publikut, pastaj. Gëzimi kërkon ndihmën e publikut. Publik i nderuar, bëuni gati. Pas ndihmës 50-50, gëzimi kërkon ndihmën tuaj në pyetjen. Kur ndre mjeda te vaj i bilbylit thot, kur qeshet kopshti i dhnim mos mba, çfarë figure letrare ka përdorur? B. Sinekdotën apo C. Metaforën? Shtypni tash. Mund të mos jetë sigur. Ju falënderit publiku. Atëherë s'mbejtet gjë tjetër me që. Në përgjigja ime fundit është 9C. Përgjigja Jashtë një ori. po publiku e ke lexuar ndërmjetën? Jo. Po përdorimi një fjale apo një shprehje me kuptim do të thotë të figurshëm në bazë të krahasueshmërisë apo ngjashmërisë quhet metafor. Saktë. Pyetja e 8. Në sa milion kopje është shitur albumi më i suksesshëm nga Michael Jackson, Thriller? 60, 100, 40 apo 70? Është fjala për milion. Michael Jackson, ndjes past. Atëherë ta shfrytëzojmë atë ndihmë. Po e shfrytëzojmë ndihmën telefonomikun dhe me kënd do të flasim, ne? Flas me djalin e Axhës tim, Djalin e Axhës tim, i cili quhet Milaim Ramadan. Milaim Ramadan.
Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Milaim, jeni i lidhur me quizin kush do të bëhet milioner. Jeni kuviziduar me Femi Feratin. Djali i axhës tuaj, Gëzimi, ka nevojë për ndihmë. Milaim, po më dëgjoni? Po, mirë. Po më dëgjoni? Po. Pyetja ka të bëjë me muzikë, po sa t'ju a kaloj linjen tek djali i axhës suaj apo miku juaj, Gëzimi, ju do t'i keni gjithsej 30 sekonda për t'i ndihmuar në përgjigjen e saktë. Dhe tani mund të flisni me Gëzimin. Ili, në sa milion kopje shitur albumi i më i suksesshëm nga Michael Jackson Thriller? 60, 100, 40 apo 70? A dëgjova? 60, 100, 40, 70. Milion. Nëse mund të shpejt? Milion kopje. Mbi 60 milion kopje. Qysh? 60 milion kopje. Në 60 milion kopje e dëgjova unë. Tërë do të rrezikoj, si që Po pse jo? në gjithse. Edhe rreziku është... Dy mendime, edhe mendimi ishte... Atëherë A dëshironi të tërhiqeni, jo? Por na? Nuk dëshironi të tërhiqeni? Jo. Jo. Jo, nuk do të tërhiqemi. Pse? Përgjigja ime fundit është në na. 60. Shkoj me një... Pasi e keni bërë situatën thriller, po shkoj me një blok marketingu. U kthyem në quizin kur do të bëhet milioner, me mua në karrikën e nxehtë është Gëzim Ramadani, i cili në pyetjen e 8, në sa milion kopje është shitur albumi më i suksesshëm nga Michael Jackson, nga 4 opsionet dha përgjigjen A. Ndërsa ishte shitur në 100 milion kopje. Okej, Gëzim. Sukses në herave tjera. Faleminderit, po ju e sukses. I falenderojmë të gjithë kandidatët që morën pjesë sonte në sfidën e kuizit më të shikuar në botë kur do të bëhet milioner. Ne i presim edhe sfiduesit tjerë, të cilët i dinë shumë mirë pyetjet në shtëpi, e ani aplikoni. Me ju, Femi Ferati, mirupafshim.